Në lidhje me cilësitë e Allahut, kemi tre grupe të njerëzve. Grupi i parë, ata të cilët e kanë mohuar kuptimin e fjalëve, kuptimin e cilësive të Allahut. Do të thënë, edhe këta janë dy grupe. Do të thënë, një grup që e mohojnë kuptimin, edhe thonë kur vjen kjo fjalë, si për shembull ky hadith, thonë nuk e ka kuptimin, nuk e ka këtë kuptim që shihet, dhe nuk dim asnjë kuptim për të. Këta quhen mu'attila, do të thonë mohues ose zbrazës të kuptimit. Do të thonë ekziston vetëm fjala, e themi fjalën, po ajo fjalë nuk ka asnjë kuptim. Pra edhe siç është do të thonë në këtë hadith, Allahu zbret, ata thonë se kjo fjalë nuk ka domethënie. Do të thonë ne e themi se Allahu zbret, mirë po nuk ka asnjë domethënie. Edhe ky është njëra prej rrugëve më të këqija në lidhje me besimin në cilësinë e Allahut. Pastaj grupi i dytë ose lloji i dytë prej grupit të parë janë ata të cilët i japin kuptim tjetër. Do të thonë mohojnë kuptimin e parë me të cilën ka ardhur cilësia dhe japin një tjetër. Për shembull kur thuhet kur vijnë argumentet e Kuranit dhe Sunetit, ku përmendet dora e Allahut, ata thonë dora nuk do me thonë dorë, por do me thonë dhunti, ose do me thonë fuqi, ose do me thonë do thotë mirësi, pra japin tjetër kuptim. Dhe këta quhen gjithashtu ehlut tahrif, do me thonë të parët ishin ta'til, do me thonë që bëjnë ta'til, zbrazje të kuptimit, kurse këta tahrif, që do me thonë shtrembrim, ose ndryshim të kuptimit. Megjithëse ata i thonë kësaj ta'wil. Edhe këtë duhet ta mbajmë mend kur të flasim për rrugën e saktë, si mohohet, do të thonë kur mohohet dhe kur pohohet fjala ta'wil. Se pra siç e sqaruam, kjo që bëjnë ata është ndryshim ose shtrembrim, që do të thonë tahrif. Kurse ata i thonë kësaj ta'wil, që do të thonë shpjegim, komentim, do të thonë i cilësisë. Mirë po, shpjegimi nuk është i saktë. Do të thonë shpjegimi është dhënë pa u bazuar në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Nga ana tjetër, grupi i kundërt me këta janë ata që e teprojnë në lidhje me pohimin, do të thonë sepse ata ose bëjnë përngjasim, do të thonë që e krahasojnë ose përngjasim dhe përngjasim mes Allahut dhe krijesave. Tashbih, fjala tashbih, do të thonë përngjasim, që do thotë se thonë se qëndrimi i Allahut mbi arsh është si qëndrimi i njeriut, ose është të folurit e Allahut si të folurit e njeriut, ose fytyra e Allahut si fytyra e njeriut, edhe të ngjashme. Edhe devimi i tyre është i qartë, do të thonë, sepse Allahu ka thënë lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, do të thonë se Allahu nuk është asgjë. Asgjë nuk i ngjet Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu krijuesi i krijesave nuk u ngjet krijesave të tyre. Dhe grupi i dytë ose lloji i dytë prej këtij grupi është ata që bëjnë japin shembull ose japin, do të thonë japin një formë të caktuar. Thon Allahu zbret, ose dora e Allahut është në këtë dhe në këtë mënyrë, ose në këtë formë. Dhe thonë zbritja e Allahut është në këtë mënyrë, ose në këtë formë. Jo për ngjasim, por për shkrim dhe dhënie shembuj për Allahun subhanahu wa taala. Të dy këto aspekte, me këto 4 lloje të grupeve, janë devijime në njërin anë ose në anën tjetër. Dhe e vërteta është ajo që është rruga e Ahlus Sunna wal Jamaa, rruga e selefëve, dhe është akidja selefie, do të thonë që është mesatare dhe nuk është në asnjërin prej këtyre ekstremeve. Do të thonë te Ahlus Sunna wal Jamaa ne themi i pohojmë cilësitë e Allahut ashtu si kanë ardhur, pa e mohuar kuptimin dhe pa e ndryshuar atë. Do të thënë në aspektin e parë, ne nuk bëjmë ndryshim të domethënies dhe e kuptojmë, do të thënë ashtu si është përmendur. Pra pa mohim dhe pa ndryshim,
dhe gjithashtu nga ana tjetër pa përngjasim dhe pa përshkrim, pa dhënie shembuj, do thotë. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala na ka shpallur, do të thënë në këtë rast përmes sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na ka shpallur se zbret, por nuk na ka shpallur si zbret. Edhe prandaj nuk ka mënyrë që njeriu të arrijë te kjo dituri. Nuk ka asnjë mënyrë, do të thonë që ta di se si është qëndrimi i Allahut mbi arsh, ose si është fytyra e Allahut, ose si është dora e Allahut, ose si është zbritja e Allahut, ose si është folurit e Allahut. Do të thonë nuk ka ndonjë mënyrë për të arritur te kjo dituri. Dhe mënyra e vetme për ta njohur Allahun subhanahu wa ta'ala është shpallja prej tij, që është Kurani, libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë hadithet e sakta. Këto janë argument kur bëhet fjalë për besimin në Allahun dhe për njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala.